Nuk do të ketë datë të dytë për falje me 80% të kamat ponesave apo detyrimeve të tjera ndaj OSHE. Për të gjithë debitorët, limiti është 28 shkurti 2015-s. Drejtori i OSHE, Ardian Çela, u bëri thirrje qytetarëve të nxitojnë për të bërë pagesat apo për të lidhur kontratat me OSHE-n, në të kundërt masat e penalitetet do të jenë të pakushtyeshme. Do t'i bëj thirrje që të shpejtojnë, sepse deri në datë 28 shkurt mbaron ky afati që i ka dhënë qeveria dhe kompania për të hyrë në marrëveshje me kompaninë, mos ta djegin këtë afat, sepse pas kësaj date nuk do të ketë një mundësi të dytë. Por edhe Ministria e Mërqënies Sociale dhe Rinisë ka vendosur afatet e saj për të gjithë biznesin që nuk kanë paguar sigurimet e punonjësve. Ndërsa shprehu reagimin e institucioneve publike të cilët kanë nisur të shlyejnë debin e kontributeve, Ministri Erion Velia i tha se kompanitë private do të kenë kohë deri më 15 shkurt për të derdhur në ISSH kontributet dhe për të siguruar punonjësit. E vërteta është që debia e buxhetorëve ka qenë sa 1/5 e debisë totale. 4 të pestat janë debi nga rreth 50 kompani, të mëdha, të mesme dhe të vogla. Ndaj, të gjithë këto kompani do të marrin një letër të detajuar gjatë javës që vjen, ku detajohet buxheti, ku detajohet detyrimi i tyre, ku detajohet gjoba e tyre, detajohet dhe kamat vonesa e tyre. Ajo që po ju kërkojmë është që brenda datës 15 shkurt të kenë paguar principalin. S'po flasim për gjobën dhe kamat vonesën, po të paktën principalin që janë parat direkte të sigurimeve shoqërore të punonjësve. Deklaratat Ministri Velia dhe kreu i OSHE-s Çela i bën gjatë nënshkrimit e një marrëveshje institucionale që i hap rrugë shkollave profesionale të bëjnë praktika dhe të punësojnë inxhinier pranë OSHE-s. Kjo sepse punonjësit më të rinj si inxhinier teknik, elektrik apo inxhinier të minerave janë mbi 50 vjeç deri në 67 vjeç. Në këto kushte OSHE dhe Ministria e Mërqënies Sociale do të shpallin 1500 vende vakante, nga ku do të marrin pjesë në konkurs për të fituar vendin e punës shkollat me këtë profil në të gjithë Shqipërinë.